Mos thuj ma është i mali shenjë atje, tu mashtru njerëzit njëri tjetrin. Shën filani, shën fisteku, baba filani, baba fisteku, pa lidhje. E çfarë duhet me bo atje? Atje më ulut ka bereqet madh. Atje më ulut del nga feja, po të them në xhami. Mos na turpro tani. Ma jep këmishën, thot nana në shtëpi ty, ma jep këmishën, se do gjesh bereqet madh, do ta çoj geniqe, ta kno këmishën e ecën jeta mbar. Mos nan, se na turprove. Se kjo feja e të gjithë fuqishmit, të gjithë pushtetshmit, të gjithë është turp të merresh me kanatierë ma. Kjo fe ndau standardin që gjithë kanatierët e botës nuk të bëjnë ndërmend nëse zbeson thellë dhe mbush jetën me vepra të mira. Ideja është kthehet kjo fe madhështore në qesharake. Misha, kollarja, papioni, tha dikush, jo vlla dhe motër të begatofti i madhi Zot. Është feja e sundusit gjithësisë dhe mos e ulatë, do shkoj ke varri, do t'i them, ti njeri që je në varr, më çon xhenet. Hasha lillah. Ai s'dihet vet, a ka fitua, ka gjet rahmet apo jo, ti po i lutesh atij. Kto të nxjerrin nga feja. Ne i themi i madhi Zot na jep xhenetin. I madhi Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit. I madhi Zot më furnizon me risk dhe ti përpiqesh pastaj. Me shpirt dhe me zemër, me energji që të të vijë risku. Jo më ke vari, jo më ke mali, jo më se këtë janë edhe të turpshme. Kjo e ul inteligjencën njerëzore.